Deri me tani po ndiem mjaft mirë, kolegët kanë pritur shumë mirë dhe përgatitjet janë të shku që është mas mirë dhe tani e dim që kemi lojt në Champions League dhe jemi duke përgatitur mjaft mirë. Po, deri me tani ka shku mirë, besoj që jam gati dhe shpresoj që gjithë ekipi të japë më të mirën. Po ndiem mjaft mirë, e di që se ka pas këtë numër që një vjet asnjë lojtar dhe e di që është një privilegj i madh që ta mbaj dhe besoj që do të japë më të mirën. Ndjena shumë mirë, shumë krenon me qenë pjesë e kësaj ekipes. Që në djem kam pritë shumë mirë, stafi po ashtu, po, njëna shumë mirë. Fota ka qenë e vështirë, po besoj si çdo fazë, tash erdhëm ka fundi, besoj kemi arrit nashta edhe qëllimet fizik, kështu që mirë. Jemi ngatshëm edhe shpresoj se të japim maksimumin dhe të fitojmë këto ndeshje të kualifikohemi për Evropë. Falë Zotit gjithçka po shkon në mënyrën e duhur. Kena pas disa ndeshje kontrolluese për të arrit kapacitetin fizik të plot dhe gjithçka po shkon sipas planit të stafit teknik. Po, kemi disa orë të reja, mjaft lojtarë cilësor, i kena prit shumë mirë, ndihet atmosfera që mbretëron në klubin tonë, edhe ata po ndihen si në shtëpinë e tyre. Po, edhe nesër keni një ndeshje festuese, dash Zotit që të shkon falendime dhe gjithçka po shkon në mënyrën e duhur.